Në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi u qel ekspozita Regjistri Sociologjik, një projekt monumental i fotografes polake Zofia Ridet. Ekspozita dokumenton jetën, identitetin dhe ndryshimet shoqërore në Shqipëri dhe Poloni gjatë dekadave të fundit të shekullit të 20 me mbi 20.000 imazhe. Përmes një qasje unike, ajo ndërtoi seri të strukturuara si gratë në pragje, profesione, dritaret, shtëpit dhe televizorët, duke krijuar një pasqyrë të thellë të jetës së përditshme. Paralelisht, ajo zhvilloi dhe tema konceptuale, si prania, që pasqyron ndikimin e figurës së Papa Gjon Palit II në familjet polake dhe miti i fotografisë, që trajton rolin e imazheve në hapësirat familjare. Pse Zofia Ridet është një projekt kaq i rëndësishëm, pikërisht regjistri sociologjik, një vepër saj monumentale, e cila fillon diku në vitet 70 me rreth 20.000 imazhe dhe kulmon në fillimin e viteve 90 në një rol dokumentues të shtëpive, të brendëve të shtëpive, të grave në pragjet e dyrëve, tek shtëpitë, të gjithë mënyra e jetesës e shoqënisë polake. Ky projekt e kalon dimensionin e thjesht dokumentar dhe shndërrohet në një atlas vizual ku fotografia funksionon si dëshmi antropologjike dhe reflektim artistik. Të veçanta ishin fotot të realizuara në Shqipërinë e viteve 60 të Shkodrës, Tiranës, Krujës e të tjerë të publikuara për herë të parë. Nisi nga Dorote Horodiska, presidentja e Shoqatës Shqipëri-Poloni. Ajo është shumë e apasionuar pas kulturës e vendit tuaj. Kishte dëgjuar në radio që Zofia Ridet kishte realizuar një set fotografish në Shqipërinë e viteve 60. Erdhi në Krakov dhe i shikuam së bashku fotot dhe më tha se së bashku duhet të bëjmë diçka për të dy vendet. Kontaktuam ambasadoren e Shqipërisë në Poloni, i pëlqyen fotot, me kontaktin e Lucianit dhe ja ku jemi sot. Pas 60 vitesh, kthyem Zofia Ridet në Shqipëri. Përsëritimi i punës që ka bërë Zofia është i veçantë sepse kur u prezantua në Poloni, të gjithë na thanë se fotot janë përditshmëria e Polonisë. Kur shkuam në Londër, janë realitet britanik, dhe tani në Shqipëri, po na thonë se është jeta e shqiptarëve. Pra është diçka shumë universale në këtë foto, ku gjithë secili gjen veten, dhe ky është talenti i vërtet i Zofias. Ky projekt ishte një ëndër që tani po realizohet. E kuruar nga Claire Grafik dhe Carol Hordizej, ekspozita vjen si një mundësi unike për publikun, për të eksploruar një nga arkivat më të rëndësishëm fotografik dhe për të reflektuar mbi mënyrën se si imazhi dokumenton dhe ruan kujtesën kolektive të shoqërisë. Ajo erdhi fal mbështetjes së Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit.